Ushqimi në shkolla është një çështje që gjithnjëherë më tepër po ngrihet si nevojë urgjente në sistemin arsimor shqiptar. Në një realitet ku një pjesë e konsiderueshme e fëmijëve vijnë në shkolla pa konsumuar mëngjes apo kalojnë orë të tëra pa një vakt të ngrohtë, pyetja që ngrihet është: a është ushqimi në shkolla një domosdoshmëri që po neglizhohet apo një luks që nuk mund të përballohet? Aktualisht, në shumicën e shkollave publike në vend nuk ka sistem të organizuar të ushqimit për nxënësit. Vetëm në raste të izoluara përmes projekteve pilotë mbështetura nga bashkitë ose partnerë ndërkombëtar, disa shkolla ofrojnë vakte të ditës, por kjo është më tepër përjashtim se sa rregull. Mungesa e infrastrukturës, buxhete të dedikuara dhe një politikë të qartë kombëtare e ka lënë këtë temë jashtë vëmendjes së dur institucionale. Në vendet e Bashkimit Evropian, ushqimi në shkolla është tashmë pjesë integrale e sistemit arsimor, shpesh i ofruar falas ose me kosto të subvencionuar për të gjithë familjet. Në këtë kontekst, Shqipëria ndodhet përballë një zgjedhje të qartë: të vazhdojë të trajtojë ushqimin në shkolla si një luks të pamundur për të realizuar, apo ta përqafojë si një domosdoshmëri që duhet të jetë pjesë e pandashme e të drejtës për arsim cilësor. Këtë argument në diskutim të dashur miq me të ftuarit në studio, e prezantoj së pari me zonjën Anila Kalleshi, dietologe klinike. Përshëndetje, mirë se erdhët. Faleminderit, kënaqësi që jeni me ne. Ju prezantojmë gjithashtu me zonjën Ariana Maçi, mësuese nga shkolla 9 vjeçare Mistomame. Mirë se vjen, kënaqësi. Përshëndetje. Faleminderit, kënaqësi. Ju prezantojmë gjithashtu dhe me ekspertin e arsimit zonjën Ana Lazo. Përshëndetje. Mirë se vjen, Ana. Një problematik që vjen her pas here në vëmendje, një problematik që nuk duhet neglizhuar, duke ngritur zëra nga të gjithë, profesionistët, prindrit, institucionet. Zonja Kalleshi, kur flasim për rëndësinë e të ushqyerit të fëmijëve në brenda qëndrimit në shkollë, çfarë rëndësie ka dhe pse duhet ketë një vëmendje të shtuar më shumë se sa çdo herë tjetër? Tani ne e dim që gjithçka fillon nga shkolla, edukimi, pjesa më e madhe e të nxënit, le të themi mënyra se si socializohen njëri me tjetrin, miqësira që krijohen në shkollë, të gjitha aty krijohen. Edhe ne prindrit, po flas si prind, pastaj si dietologe, gjithçka ja dedikojmë ndoshta mësuesve, ata të cilët përpiqen që të bëjnë më të mirën tek fëmijët tanë, që të ndryshojnë, të formozohen, të rriten, të zhvillohen dhe të krijojnë një personalitet të tyre. Natyrisht ushqimi në shkolla do të ishte një favor shumë i madh, le të themi, për fëmijët, sepse nuk do kishte atë mosbarazin, le të themi, ndërmjet atij fëmijës që ndoshta mundësitë për të konsumuar një ushqim të shtrenjtë, le të themi, po që nuk besoj se është shumë i shëndetshëm ai ushqimi i shtrenjtë. Unë shumë herë në këshilla që jap më thonë që po të ushqesh shëndetshëm kushton shumë. Ndërsa unë them që jo, nuk kushton shumë. Ushqimi i shëndetshëm është një super investim për shëndetin tënd. Ti do kesh një reduktim të ilaçeve, të kontrolleve mjekësore, do kesh një shëndet të mirë, një performancë fizike dhe shëndetësore shumë të mirë gjatë gjithë jetës, një performancë mendore shumë të mirë, sepse përqendrimi dhe zhvillimi i trurit natyrisht nga një ushqim i shëndetshëm. Por gjithsesi, një ushqyerje kolektive, le të themi, do të ishte e mirë balancuar, po të ishte e mirë balancuar gjithmonë, sepse nëse flasim, unë të them të drejtën, kam parë shumë shkolla, shtetërore dhe private, dhe të them të drejtën, ushqimi linte shumë për dëshiruar. Kthehet në biznes, qoftë për ata që ofrojnë cateringun, qoftë për ata që kanë shkollën, pse jo, dhe duke nxjerrë ndoshta kosto minimale, përpiqen që mos të jetë ajo buka integrale, po të jetë një bukë e bardhë. Mos të jetë një ushqim i cili ofron fibra, ofron proteina, por një ushqim i lirë. Mos të jetë ajo pula e shëndetshme, organike, e rritur mirë, por të jetë ndoshta një pulë e importuar nga Brazili, le të themi, që askush nuk e di se si mund të jetë arritur deri këtu. Pra, nëse ne përzgjedhim një produkt të shëndetshëm, kuptohet që investimi në performancën fizike dhe mendore të fëmijës, por gjithashtu dhe në edukimin, sepse ushqimi fillimisht është një edukim i jashtëzakonshëm. Prindja ka shumë të thjeshtë të plotësoj tekat e fëmijës, ose mos t'i japi atë mëngjesin e famshëm me vete, ose mos t'i japi gjëra të shpejta, të cilat ofrojnë kalori boshe, le të themi, sheqerna të tepërt, aromatizues, ngjyrosës, konservant, yndyrna të ngopura,
pra çdo gjë jashtë limiteve të asaj që quhet e shëndetshme. Zyrja Maçi, më lejoni t'ju quaj zysha, se duke qenë se keni nxjerrë breza të tërë fëmijësh, kështu dua t'ju quaj edhe në këtë cilësi jeni sot këtu. Sa e keni vënë re si problematik këtë çështje gjatë viteve tuaja të punës? A ka një lloj ndasie që krijohet midis nxënësve? Ata që duan të marrin ndoshta edhe të ushqejnë, pra marrin bukën me vete, të tjerë që nuk kanë mundësi, por gjithashtu edhe se çfarë rëndësie dhe çfarë vlere ka kjo më pas si për edukimin e tyre në raport me ushqimin, ashtu edhe për mirëqenien e tyre. Tani pjesa ju ngritët çështjen e ushqimit në shkollë, të organizuar. Ndoshta kjo është i takon një periudhë pak më të vonshme, sepse në këto momente duhet dhe infrastruktura. Se që të hajë një fëmijë në shkollë, duhet dhe një sallë si mend, si mos themi restorant. Pa kemi ne këtë lloj luksi për ta bërë që sot këtë gjë. Kështu që ajo pjesë që i takon shkollës është pjesa e edukimit. Dhe ky edukim duhet të jetë i dyanshëm ndërmjet familjes dhe shkollës. Për hir të vërtetës, shkolla punon fort me lloj-lloj projektesh, të cilat konsistojnë të gjitha në të, ushqimi nënës është ushqimi më i mirë. Kjo pjesa ndasive, të paktën them për qytetin e Tiranës ku unë kam punuar, nuk kam parë ndonjëherë ndasi që dikush ka lek për të ngrënë, sepse të gjithë prindët mundohen që fëmijës, por ju e plotësojnë, por nuk e plotësojnë mirë, sepse ai fëmia që vjen me atë bukën me vete, ose janë disa kuti tani që diku mban frutën, diku mban bukën, diku mban vezën, dhe janë shumë të shëndetshme, dhe unë them që asnjë shpenzim nuk është, qoftë material, qoftë dhe për kohën e prindërve, kur them prindërve dhe të nënës dhe të babait për ta përgatitur këtë gjë. Kështu që në qoftë se neve do të synojmë fort te kjo pjesa e edukimit për një ushqim të shëndetshëm, do të arrijmë të kemi sukses. Por është një luftë e dyanshme, se në qoftë se prindja sjell me atë patatinën me vete, ti nuk e çati bësh më në shkollë. Sado që në shkolla janë bërë disa... Është shpesht kjo? Zysha për kuptuar pra një prind që i bie shkurt i jep atë kruasanin e amballazhuar apo patatina? Fatkeqësisht është shpesh. Dhe fëmijët e kanë një dëshirë të jashtëzakonshme ndaj këtyre ushqimeve edhe kur nuk janë të mira. Më ka mbetur në mendje para disa viteve bëm një ekskursion me fëmijët e shkollës në Kroaci. Hoteli ishte jashtëzakonisht i mirë, me të gjithë ishin pjesë jashtë sezonit dhe kalamajt kur dolën, hëngrën atë mëngjesin aq mirë, kur dolën jashtë dhe blinin patatina. Kështu që unë nuk po them të mos han patatina, por të jetë një gjë e kufizuar, jo e përditshme. Sepse nuk na kushton gjë që ti përgatitet fëmijës, se janë këto prindër që po luftojnë kaq fort duke bërë një punë, dy punë të gjithë bashkë për të realizuar diçka te fëmia vet, po pjesa e shëndetit fëmijës them që është më e rëndësishme kundrejt edukimit të tyre. Absolutisht. Zonja Llazo, si e shihni këtë projekt? A shihni një projekt i cili do kohë mbase për t'u implementuar në Shqipëri, pra futja e ushqimit të drekës, e vaktit të drekës në shkollat nëntëvjeçare, apo kemi ende ndoshta punë për të bërë fillimisht me edukimin si shoqëror, si të fëmijëve në shkolla, në shtëpi, e më pas të arrim deri aty? Në fakt, e parë në këndvështrimin tim, në fakt si projekt është pozitiv, pra dhe pse jo mos të futet ushqimi në shkollat nëntëvjeçare, por unë mendoj që duhet një kohë e gjatë për të arritur deri këtu, sepse më parë është ajo që thanë dhe zonjat, ne duhet bëjmë një punë të konsiderueshme për sa i përket edukimit dhe mënyrës së të ushqyerit, dhe unë do të vija theksin tek kurikula e edukimit të ushqyerit ose etika e të ushqyerit. Pra kjo duhet jetë pjesë e sistemit arsimor, në mënyrë që fëmijët së pari të edukohen për sa i përket të mënyrës së ushqyerit, flas për moshën e vogël dhe ciklin nëntëvjeçar, sepse gjimnazi, edhe pse ata nuk janë shumë pra të fokusuar tek ushqimi i shëndetshëm, sepse i shikojmë, përsëri janë më të përgjegjshëm dhe më të ndërgjegjshëm për atë çka hanë, ndërsa fëmijët dhe ciklin nëntëvjeçar kanë më shumë nevojë për këtë formë edukimi.
dhe do të shikoja si që thashë në fillim pra si një aspekt pozitiv, por që kërkon një koshtrirje. Unë mendoj që ndoshta mund të bëhet si një, ose mund të hartohet si një projekt pilot, mund të marrim për shembull disa shkolla, 1 apo 2 apo 3 shkolla të Tiranës, shkolla urbane ose dhe shkolla rurale, dhe më pas të shikohet përsa i përket edhe mundësive të mënyrës së realizimit të projektit, dhe më pas. Çfarë e bën të vështirë, mendoni zonja Lazo, për ta implementuar dhe për ta patur? Pse shihni të largët në kohë? Është çështje e infrastrukturës, të mjediseve, të kontraktorëve? Janë disa faktorë të fakt që ndikojnë. E para është financimi, pra ky lloj projekti kërkon një financim të madh, për sa i përket pra që të shtrihet në të gjithë shkollat e sistemit parauniversitar në Shqipëri, infrastruktura gjithashtu, sepse siç e shikojmë, unë mendoj që ka nevojë për financim edhe për gjëra të tjera në shkollat tona shqiptare, pra nuk është vetëm thjesht çështja e ushqimit, dhe e thash pra financimi, infrastruktura dhe ndoshta mënyra, forma e edukimit, më pas duhet zgjeruar stafi, sepse duhen guzhinjer të përgatitur, pra duhet dhe forma e mbikëqyrjes më pas është shumë e rëndësishme, pra që t'jenë ushqime të shëndetshme, pra gjitha këto kërkojnë një shtrirje në kohë, nuk mund të bëhet ose nuk mund të realizohet ky projekt sot për nesër ose në një kohë shumë të shkurtër. Dhe çfarë ka treguar perëndimi, pastaj dita në shkollë është më e gjatë se sa të mbyllet në orën 1:10, kështu që edhe stafi pedagogjik duhet përgatitet që do qëndrojë më gjatë, nëse ka një pauzë. Po, patjetër. Kjo është e vërtet, po edhe mendoj që edhe pagesat e mësuesve apo dhe e gjithë stafit arsimor duhet jetë në rritje, se përderisa patjetër që po shpenzon një kohë më të madhe, është paksa komplekse. Zonja Maçi, po pak më parë ju po thoshit që janë marrë nisma të tilla dhe në fakt gjatë gjithë këtyre viteve në shkolla të ndryshme është aplikuar moslejimi i shitësve të ndryshëm ambulant brenda ambienteve të shkollës. Me sa kam ndjeni unë, nuk lejohet të paktën në shkollat publike në asnjë shkollë. E megjithatë është gjithmonë një kiosk aty jashtë që është e mbushur me fëmijë që blejnë molto patatina e tjera. Ama kam vënë re edhe diçka tjetër. Vajza ime në klasë të parë më tha një ditë që mësuesja nuk na lejon molto, mua në fakt më erdhi shumë mirë për këtë gjë, sepse mendoj që një frut apo diçka tjetër mund t'jetë shumë e mirë për fëmijën shoqëruar në shkollë se sa një molto. Mbase është apo duhet le të themi edhe një ndërgjegjësim i mësuesve në këto raste ku nuk duhet të lejojnë dhe duhet të vënë barriera edhe tek prindrit për t'ua bërë me dije që stop, nuk lejohet. Është e dëmshme për shëndetin e fëmijëve, po ndoshta edhe nuk është e lejuar me. Unë them mësuesët në përgjithësi janë të interesuar për këtë gjë, sidomos mësuesët dhe ciklit të ullët, nga klasa e parë në klasën e 5, merren me këtë fakt. Po ka dhe gjëra tjera që mund bëhen në shkollë. Për shembull, në atë lëndën ka një lëndë fëmijët që bëjnë teknologji, që bëjnë gjëra praktike, të kthesh prap ato ekonominë shtëpiake që kemi bërë në kohën tonë, sepse pjesa që fëmijët marrin pjesë aty tek gatimi, aty kekut me fruta ose një gjëra ushqimeve të thjeshta, si nuk e dija mbani mend juaj, por ne kemi pas ekonomi shtëpiake në shkollë dhe nuk është një gjë e vështirë, nuk do ndonjë kosto. Do të ka gjëra të cilat çojnë në edukim. Unë desha të theksoj një gjë lidhur me financimin, nëse mendohet që do bëhet ky ushqim i drekës në shkollë. Unë them që e mira do të ishte që edhe prindët të investonin për këtë gjë. Sigurisht, jo të gjithë prindët një lloj, por kundrejt pagesave që kanë një prind që paguaj. Po kosto është edhe molto apo patatina e blerë në fund të muajit. Po prandaj, më mirë të shpenzosh siç e ka bota që ushqimin e paguajnë në varësi të pagave që ato marrin, ja ulin te taksat, kanë ato sistemet e veta, po domethënë kur të vi mundësia për ta bërë këtë gjë, unë jam për faktin që edhe prindët duhet paguajnë. Dhe realisht asnjë gjë nuk bëhet mirë nëse nuk ka një lloj financimi. Ama kur ti vetë jep diçka për atë gjë, ke dhe pastaj mund të kërkosh llogari dhe më tepër. Por ajo që mendoj unë që jam pro zonjës është që infrastruktura në këto momente. Se mendoni tani një shkollë që ka 40 e ca klasa që ato të hanë aty në një mencë
Që Se kërkon edhe higienë, kërkon duhet një superdhom frigoriferike, gatimi duhet jetë shumë i saktë, do të thënë, sepse helmimet në salmonele dhe gjëra. Që bëhet dhe me catering. Po ambienti, them, ku do të thamë, se mbarojnë mësimin në të njëjtën kohë, është pak e vështirë. Është pra për të parë në gjitha këndvështrimet. Megjithatë, zonja Kalleshi, do doja të preknim një tjetër element, sepse ndoshta deri në klasë të 5 fëmijët janë të bindur nga ajo çfarë prindit i përgatisin, por unë kam rastisur, kam dëgjuar klasa 8, klasa 9, klasa 7 që thonë jo, ne nuk kam mëngjes. Ikim në shkollë pa mëngjes, ndoshta për të ruajtur linjat, qefet e adoleshentëve për të dukur bukur, edhe çojnë vonë, përtueshëm, jeta frenetike, ku diun. Cili është ndikimi të nisësh një ditë një nxënës pa mëngjes dhe s'po flasim pastaj për drekën se na duket luks. Tani, në fakt, kanë dalë edhe dietat e fasting, ku ndoshta një pjesë e tyre edhe mund të orientohen ose të mendojnë që duke ngrënë një herë në ditë, mbase mund të mbash një trup në formë, po zakonisht në këto mosha, le themi... Mund të mbash trupin po mëndja, të shbet në mëndje. Në këto mosha nuk besoj se kanë shumë njohuri, le themi, për këto dieta, që janë pak më trend, ndoshta në këto momente, por unë mendoj më shumë çështje kohe, është më e thjesht për të mbajtur 2 lekë në xhep, edhe ndoshta për të mos u ndarë edhe nga shokët e tjerë, sepse kjo ndarja, le të themi, dikush merr ushqim nga shtëpia në ato kapaçkat e vogla, dikush tjetër preferon të jetë ai bosi me lek në xhep, le të themi, për të blerë diçka që s'është absolutisht e shëndetshme. Kjo mund të jetë ndoshta arsyeja pse këta fëmijë mund të orientohen drejt kësaj gjëje. Natyrisht, duke kaluar ora 10, kur është ai momenti i pushimit të madh që ato mund të tentojnë të marrin diçka ndoshta edhe nga hekurat e shkollës, le të themi, kjo i zhvidon, fillojnë zorët kërcasin, si i përqendruar, të ka ardhur ai momenti i urisë, ku hormonet e urisë po bëjnë namin, le të themi, në organizmin tënd dhe ti nuk e ke mendin as tek mësimi. Pra, të nxënët tek këta fëmijë është, le të themi, në performancën më të keqe të mundshme. Kështu që unë mendoj që një fëmijë që ka konsumuar mëngjesin në shtëpi herët në mëngjes, të paktën nga ana e të menduarit, nga ana e performancës mendore, është goxha mirë. Ndryshe do ta ketë mendjen vetëm që të mbaroj mësimin sa më shpejt që të shkojë për të ngrënë atë gjën e tmerrshme që do i serviret tek mëngjesin e ëmbël apo të kripur, se po lexoj një studim që evitoni mëngjeset e ëmbla se nuk ju mbajnë gjatë dhe nuk ju ndihmojnë. Nuk e di si është e vërtetë apo mëngjeset e ëmbla natyrisht krijojnë shumë përgjumje. Edhe fëmijët janë të drobitur, janë të lodhur dhe janë të përgjumur, le themi, gjatë orës shpjegimit të mësimit. Ndërsa, por edhe ushqimet e kripura, kuptohet, duke mbajtur ritensioni drik, të kërkojnë më tepër ujë, të ndjesh i dehidratuar, le themi, edhe ato janë po të dëmshme një lloj sa. Po a kërkojnë informacion prindrit, a drejtohen tek ju për të mësuar më shumë për atë se si duhet apo çfarë duhet t'u japin fëmijëve me vete në shkollë apo edhe për të konsumuar ndoshta mëngjesin, apo janë kryesisht ata që vinë janë prindër të cilët mund të kenë probleme të fëmijëve me obezitetin apo me problematika të tjera. Pra, a është kulturë që ti të dish se çfarë i bën mirë fëmijës tënd dhe çfarë ka nevojë? Le të themi që kurrikulat mësimore kanë të përfshirë goxha, le të themi, mënyrën se si duhet të ushqehet një fëmijë, i çfarë do lloj moshe. Gjithashtu seminare të ndryshme organizohen, evente të ndryshme organizohen, projekte të ndryshme për ushqimin bëhen pafund. Unë kam qenë prezente në projekte të jashtëzakonshme që kam parë nga fëmijët dhe jam çuditur, me të them të drejtën. Por le të themi që një prind fillon të kujtohet për diçka kur fëmija është mbi peshë, kur shfaqet një patologji, le të themi një anemi, një probleme mos funksionimin e tiroides, pra një sëmundje kronike ndoshta, le të themi, se tashmë ne e dim që një pjesë e madhe e fëmijëve sot në një moshë para 12 vjeç po vuajnë nga diabeti i tipit 2, që është si shkak e obezitetit dhe mbipeshës. Dhe në këtë moment, prindrit janë shumë të alarmuar dhe vendosin të marrin një regjim ushqimor të mirë balancuar. Por mendoj se nëse prindi do ishte i qenë pak më i kujdesshëm gjatë rritjes dhe zhvillimit të fëmijës, patjetër që kjo gjë nuk do të ishte prezente, duke shkaktuar probleme dhe patologji të ndryshme. Zysha, u a lën prindrit dorën e lirë në kuptimin që të jenë bashkëpunues me mësuesin, sepse ka prindër të cilët thonë, jo, fëmia do ha këtë që them unë,
ndoshta është pak i ngurtë për të lejuar një lloj bashkëpunimi me prindin. Si është kjo qasje, apo ka ndryshuar? Jo, nuk mendoj që secili prindët tashmë kanë nevojë për informacione. Prindët e rinj e kërkojnë informacionin në përgjithësi për edukimin e fëmijëve. Po. Kërkojnë dhe vetë, po kërkojnë dhe mendimin. Por nuk është vetëm kjo. Tani dhe modeli që ti jep në shtëpi është shumë i rëndësishëm. Patjetër. Një familje është solide atëherë kur një vakt, minimalisht një vakt duhet ngrënë në tavolinë. Duhet ngrënë tavolinë gjithë bashkë për dëgju njëri tjetrin, Pa për telefon t'i në kriju. dorë. Normalisht telefonat duhet kur hymë në shtëpi duhet i lejmë te dera. Po. Sidomos to që kanë fëmijë të vegjël patjetër, them. Pavarësisht se ç'bëhet. Duke ngrënë bashkë në tavolinë krijojnë dhe sigurinë, shikojnë dhe modelin prindët dhe shikojnë mangësitë që kanë fëmijët në mënyrën e të ushqyerit, po pse jo dhe për të parë se çfarë është ajo e mirë për të ngrënë gjithë familja. Gjithashtu, është detyrë, ne gjithmonë e themi këtë gjë, që në një familje, kur gatuan babaja, nona, varet se si i kanë darë, ta përfshin dhe fëmijën aty. Jo vetëm për të parë se si po gatuhet, po dhe pjesa që kur e gatuan vetë një gjë, ti ke kënaqësinë që ta provosh. Kështu që në këtë mënyrë mund t'i fusësh dhe pjesën se jo shumë fëmijë i kanë qef perimet edhe frutat. I dim të gjithë këtë gjë, që gjithë shkojnë tek karbohidratet, ato janë më të se janë dhe më të realisht janë të këndshme. Gjallazzo, në fund edhe në mbyllje të kësaj bisede, mendoni që është një luftë e humbur kjo me atë çfarë duhet u japim ne fëmijëve dhe si duhet i edukojmë për mënyrën e të ushqyerit, flasim gjithmonë kur hyn në ambientet e shkollave, është shumë e rëndësishme. Jo, unë nuk mendoj që është një luftë e humbur, mendoj që ne ndoshta jemi zgjuar për ta filluar luftën dhe për ta fituar atë, dhe mendoj që kot nuk është dhe ajo shpreha, ne jemi çfarë ham, dhe mendoj që edukata e të ngrënit, patjetër që duhet nis nga shtëpia, por edhe shkolla duhet bëj punën e saj. Pra, bashkëpunimi ndërmjet prindërve dhe stafit arsimor ndoshta për sa i përket kësaj pjese, sepse një pjesë e mirë e mësuesve janë dhe prindër, dhe pra e shikojnë të rëndësishme përveç tek fëmijët e tyre, por edhe tek nxënësit, pra do të ishte një gjë shumë e mirë për t'i ndihmuar, ose thjesht një këshill, ndoshta nuk ja imponon dot, po thjesht një këshill duke i thënë që duhet të hash ushqime të shëndetshme, mbase ndikon pozitivisht edhe në psikologjinë e këtyre nxënësve. Shumë e vërtet, kjo shumë e vërtet. Ju thatë që është e largët, ndoshta koha për ta patur mundësinë e ngrënies në shkollë, por shpresojmë shumë që të ketë vullnet dhe të punohet për ta realizuar. Patjetër, shpresojmë së shpejti. Faleminderit shumë që ishit me ne. Shumë faleminderit. E vlerësojmë. Erdhëm kështu në fundin e programit dhe shumë miq edhe për sot. Shihemi nesër në orën 13:20 në ekranin e RTS1 HD, mos harroni dhe në orën 10 me Andrin Radio Tirana. Faleminderit, po, mos harroni nesër. Shihemi nesër.